Profesori Kristof Qizhevski tha se i gjithë diskutimi ka për qëllim shkëmbimin e eksperiencave tona në vendin tuaj. Unë i ndaj eksperiencet e mia në këtë drejtim, se cili art në nevojitet në këtë shoqëri multikulturore dhe të mos jemi të ndarë nga njëri tjetri. Tema në fjalë ka të bëjë jo vetëm me problemet lokale, por edhe me ato globale, dhe se si të shpëtojmë problemeve të këtilla në Maqedoni. Profesori Ali Pajaziti thot se diskutimet e këtilla shërbejnë që identitetet e ndryshme të jenë më bashkëpunues mes vete dhe mos të ketë tendenca për përplasje dhe konflikte të vazhdueshme. Mendoj se është e rëndësishme që të shohim perspektivën e një vendi i cili në të kaluarën pra ka qenë kurban i një konflikti madhor botëror dhe një popull i përvuajtur, dhe nga historia nga e kaluara pra kanë tentuar që të ndërtojnë pra një të tashme dhe një të ardhme e cila nuk do të jetë përsëritje e historisë. Ky forum është organizuar nga Instituti Max van der Stoel pranë Universitetit të Evropës Juglindore në bashkëpunim me ambasadën e Polonisë në Shkup.